sepse ai trokiti fort në ndërgjegjën evropiane, e kam fjalën për Walker. Ishim në një aktivitet në Trojë të Ali Pashës në Plaguci dhe ai tha: "Unë nuk I ndaj shqiptarët në çam e kosovar, e shqiptar të Jugut e të Veriut, të Ulqinit, të Tuzit apo të Vlorës apo të Shkupit. Unë I quaj shqiptarët një. Dhe ata janë një dhe kanë një flamurin e Gjergj Kasiotit Skanderbeut." Pra, një mjek I shqiptare, I quajnë shqiptarët një dhe disa njerëz dalin nëpër televizion dhe na promovojnë tezën e kombit kosovar. Kur ka ndodhur kombi kosovar të rrit? Dhe s'ka fatkeqësime të madhe, ndonë se kemi zbrit të parë të Ballkanit. Ndonë se Gadishulli ka pas emrin Gadishulli Ilirik, e sot ka Gadishulli Ballkanit. Në hartat e shekullit 18. Gadishulli Ilirik. Sot nuk e ki Gadishulli Ilirik. Ndonë se I kemi dhënë qytetërimit. Romës e Bizantit, disa perëndor. I kemi dhënë perëndor të më të rëndësishëm, certifikuesin e krishtrimit, Konstantin I Madh. I kemi dhënë simbolin e shtetit, Dioklecianin, dhe simbolin e të drejtës romake, Justinianin. Ndonë se I kemi dhënë qytetërimit islamik, disa Sadrazem. Ndonë se I kemi dhënë të gjitha qytetërimeve të botës. Sot ne jemi të bërë 5 copash dhe të qertë tallen me ne. Pra kur ne kishim shtet, zotni, ata kasavirshin pende. Po sot që është? Po sot